Prej më së 2 javësh, një ekip studiuesit nga shtetet të ndryshme kanë zgjedhur vendin tonë dhe kryesisht Bulqizën me një projekt të Bashkimit Evropian për të studiuar dhe gjetur minerale që ka zona e Bulqizës. Ata janë të akomoduar në Hotel Bulqiza dhe çdo ditë shkojnë në zonën e Tërnovës, aty ku kanë vendosur të zhvillojnë kërkimet e tyre. Ne me ekipin ton të televizionit të Bulqizës vendosëm që të shkojmë atje ku ata kërkojnë dhe morëm edhe përshtypjet e tyre rreth këtyre kërkimeve. Drejtuesi i ekipit, profesor Thorkild Mak Rasmussen nga Danimarka, tha se para se të vinin këtu, kolegët tanë kanë parë disa të dhëna në satelit dhe vendosën që të kërkonin këtu në Tërnovë. Okay, hello, my name is Thorkild Rasmussen. I'm working in Sweden as a professor in exploration geophysics. Përshëndetje, unë jam Thorkild Mak Rasmussen, unë punoj në Suedi si profesor eksplorimi dhe geofizike. Jam këtu me disa kolegë nga shtetet të ndryshme, jemi në një projekt të Bashkimit Evropian për të ndihmuar vendet e ndryshme për të optimizuar gjetjen e mineralit. Jam këtu me disa kolegë nga shtetet të ndryshme, jemi me një projekt të Bashkimit Evropian për të ndihmuar vendet e ndryshme për të optimizuar gjetjen e mineralit. Pajisjet që përdorim janë më shumë satelitore. Kemi ardhur këtu në Tërnovë për të bërë studime rreth këtyre vendburimeve. Ne jemi këtu nga 2 javë dhe do të qëndrojmë edhe një javë tjetër. Projekti ynë ka filluar që prej një viti e gjysmë. Të dhënat e mbledhura do t'i dërgojmë në Spanjë dhe më pas në Suedi. Përpara se të vinim këtu, kolegja jon Sara po shikonte disa të dhëna satelitore dhe vuri re disa vende interesante për kërkime, por deri më tani nuk mund të themi se kemi gjetur ndonjë vend ku është i përshtatshëm për t'u gërmuar. Këto lloj studimesh kërkojnë shumë kohë dhe ka shumë paqartësi se çfarë kanë në toka. Me anë të pajisjeve satelitore që ne po përdorim mund të shikojmë deri në 500 metra në tokë. Unë jam i gëzuar që jam në Bulqizë. Hoteli ku jemi vendosur është shumë i mirë, ushqimi është shumë i shijshëm, njerëzit janë shumë mikpritës dhe janë shumë të dashur ndryshe nga vendi nga ku vi unë. And what we do with the different types of measurements that we are performing here is that we look deep into the ground. We can look down to, say, 500 meters. Edhe studiuesi tjetri i ekipit, Samantha Vakoli nga Suedia, foli për rëndësinë e këtij projekti, i cili ka 4 vite që ka filluar. Samantha Vakoli, my name from Norwegian Geotechnical Institute, NGI. Unë jam Samantha Vakoli nga Universiteti i Gjeoteknikës në Norvegji. Projekti që po prezantojmë quhet Syri i minierës, është i financuar nga Parlamenti Evropian. Ky është një projekt kërkimi që ka filluar nga 4 vjet. Ne kemi 3 miniera në këtë projekt, njëra ndodhet në Suedi, një në Spanjë dhe tjetra këtu në Shqipëri. Grupi jonë është i përbërë nga anëtarë të instituteve të Italisë, Norvegjisë dhe Suedisë. Jemi 13 partner nga vende të ndryshme të Europës. Ne kemi ardhur këtu për gjetjen e depozitave të mineralit, por edhe për mbikëqyrjen e kushteve të sigurisë në miniera. Kjo për partnerët dhe komunitetin e Bulqizës është shumë e rëndësishme. Kemi bërë takime me gjeolog nga Shqipëria që dhe ata të jenë në djeni për aktivitetin që po bëjmë. Ashtu siç profesori tregoi pak më parë, ne po përdorim teknika të ndryshme, duke përfshirë instrumenta elektromagnetike, metodën magnetike, metodën e rezistencës dhe duke i kombinuar këta, mund të gjejmë se sa e madhe është depozita e kromit. Sara Kasmae nga Italia, por me origjinë iraniane, është inxhiniere minierësh nga Universiteti i Bolonjës. Ajo punon në integrimin e të dhënave të teledirigjimit, informacionit gjeologjik dhe të dhënave të puseve për karakterizimin e eksplorimit dhe mbetjeve minerare dhe ka arritur të fitojë me sukses projekte të ndryshme evropiane. Warm thanks to all local people and especially the members of Soriko. Ne kemi 2 javë që qëndrojmë në Bulqizë dhe një falënderim shkon për mbështetësit dhe anëtarët e komunitetit që na kanë ndihmuar shumë në këto ditë dhe veçanërisht punonjësit e hotelit ku ne po qëndrojmë, të cilët na kanë shërbyer me mirësjellje dhe ishin shumë bashkëpunues dhe ndihmues në veprimtaritë tona të përditshme. Bulqizë and also local people that they were very kind with us. Pjesëtar tjetër i grupit ishte dhe Mahendra Kumar Pal, profesor ndihmës, Departamenti i Inxhinierisë Civile, Instituti Indian i Teknologjisë, i cili u shpreh. My name is Mahendra Pal and I am associate senior lecturer from Luleå Technical University.
Unë jam profesor ndihmës dhe ndihmoj profesorin dhe anëtarët e tjerë të ekipit në gjetjen dhe kërkimin me anë të pajisjeve elektromagnetike dhe rezistente. Ne po krijojmë një prototip pajisjeje për gjetjen e këtyre pasurive që ka zona. Ky projekt nga Komuniteti Evropian ka si qëllim të ndihmojë në gjetjen e pasurive natyrore dhe në të gjithë Europën dhe të ndihmojë gjeofizikantët dhe gjeokimistët në eksplorimin e minjerave. Në fund ne I pyetëm studiuesit e ekipit për pasuritë që mendojnë se ka zona e Bulqizës dhe kryesisht edhe për rezervat të gazit hidrogen që përflitet se ka zona, ku profesori Danes Rasmussen na u përgjigj. I'm not an expert on hydrogen gas. Unë nuk jam një ekspert në gazin hidrogen, por një nga kolegët e mi është duke gjetur mundësim për të gjetur hidrogen natyral dhe Bulqiza është një vend I përshtatshëm ku mund të gjenden këto pasuri. Gjetja e hidrogenit natyror është diçka e re që nuk mendohej para 10 vitesh, por mendohet se një nga malet e Bulqizës ka mundësi të larta për rezerva të hidrogenit natyror. Për mua si gjeolog dhe gjeofizikant është diçka interesante që nuk e prisja dhe mu duke pamundur, por duket se është e vërtet. Shumë vende të pasura si Australia, Franca, Kanadaja dhe Amerika po kërkojnë përpunimin e këtij gazi, por është shumë herët të thuhet nëse gazi është I gatshëm për përpunim, por ajo çfarë mund të themi është se vendi është shumë I pasur nga ana gjeologjike dhe lloji I guri që ndodhet në Tërnov është I përshtatshëm për prodhimin e gazit natyror. Ditën e premte ekipi I këtyre studiuesve vizitoi muzeun e qytetit, si atë etnografik, arkeologjik dhe atë të minjerës, për të cilën shprehen mjaft interesi edhe të fushës që janë. Ata u njohën me historinë e minjerës si minjera më e madhe në vend, ku me interes dëgjuan historinë e gurit me xixa, u njohën me sektorët që funksiononin në minjerë, si gjeologjia, ndërtimi, minjera dhe minjera që janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Por një kohë të gjatë ata pyetën e fotografuan aspektet të punës në minjerë, të ekspozuara dhe të shfaqura në monitor. Interes për vizitorët e huaj ngjallje dhe galeria e përgatitur me të gjitha pajisjet që ka në të, që nga balli I punës, armatura, ajrimi, sinjalistika e të tjerë, si dhe radhën e punës që kryhet, nga bërja e birave, mbushja me dinamit, plasta dhe marrja e mineralit apo gurit deri tek dalja në sipërfaqe. Në përfundim të vizitës, ata lanë edhe përshtypjet e tyre në librin e përshtypjeve.